Qoftë duar Zë Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e Engjëllit të Nxotë dhe orën e mesme. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërptorja e hyjit. U bëth me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që si kurse në lajmërimin e engjëllit, na zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Themi një Atynë, falim Mari për shpirtrat e purgatorve. Atynë që je në qiell, u shenjtroftë emri yt. Art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jep o Zot pushimin e pasosur, Dhe shndri drita e pambaruar. pushofshin e paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, Që je lojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. të dashur dëgjues, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është e mërkurë dhe jemi në javën e 5 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Kur Krishti pati etje, në ato që në kryqën gjitën, kush psalterin ditë lexoj, etje së drejtësisë ti këndoj. Bashk me etje qofturi, për atë që vdiq për ne, edhe mëkati në veri, e virtyti qoft dëshirë. Bagmi i shpirtit shenjtë, sot mbi këngë qestë ndikoft, që zjarrin e trupit të ngri, acarin e shpirtit ngrot. Krishtin dhe Atin ti lusim, shpirtin e Krishtit e të Atit, një e vetme e gjithë pushtetshme, Trini për krah ata që luten. Amen. Antifona. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Psalmi 119 resht 9 deri 16. Si do të ruaj të pastër djaloshi udhën e vet, duke i zbatuar fjalët e tua, të kërkoj me gjithë fuqinë e shpirtit tim, mos lejo të shmangem urdhërimeve të tua. Fjalët e tua i fsheha në zemrën time, që të mos gaboj kundër teje.
I bekuar je o Zot, ma mëso vullnetin tënd. Me buzët e mia, i shpall një nga një, të gjitha qytet e të gjitha gjygjet e gojës sate. Më shumë i gëzom udhës së dëshmive të tua, se pasurisë teje të madhe. Do të ushtrohem në urdhërimet e tua, do t'i kujtoj udhët e tua, do të kënaqem në rregulloret e tua, s'do të harroj fjalën tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 17. Hyi është shpresa e pafajshmit të përndjekur. Dëgjoje o Zot çështjen time të drejtë, vështroje lutjen time, vëri vesh lutjes sime që del nga buzët jo shtiracake. Prej teje le të më vijë vendimi gjykues, sepse vetëm sytë e tu shikojnë të drejtën. Sprovoje zemrën time, vëreje atë natën. Më sprovo me zjarr, në mua nuk do të gjesh padrejtësi. Goja ime zgabon siç veprojnë njerëzit, në saje të fjalëve të buzëve të tua, ju shman nga udhës së mujsharit, mbaj hapat e mi brenda shtigjeve të tua, që këmbët të mos më marrakoten. Në ndihmë të thëras ty, o hyj e më vështro, ma prir veshin tënd e dëgjo fjalët e mia. Madhëroje mbi mua dashurinë tënde, ti që i shpëton nga armiku ata që shpresojnë në të djathtën tënde. Më ruaj por si bebe në syrit, më fsheh në hijen e krave të tu, prej syve të pabezve që po më përndjekin. Armiqtë e mi të tërbuar po më rrethojnë gjithka. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Pjesa 2 e Psalmit 17. Nga zemra pa dhimbshme, goja u flet kreni. Ja, po më afrohen tani po më rrethojnë, mi ngulën syt për të më përplasur për tokë. të ngjashëm me luanin e gatshëm për pre, me zogun e luanit që rri gati në prit. Ngrihu o Zot, dili para përplase për dhe. Me shpatën tënde ma shpëto jetën prej të paudhit, prej vdekatarve nga dora jote o Zot, prej vdekatarve që s'kan pjesë në jetë. Mbushua ani me të mirat e tua barkun, le të ngopen edhe fëmijët e tyre, e le të teproj edhe për foshnjat e tyre. E unë në pafajsi do të shikoj fytyrën tënde, e një ditë kur të zgjohem, do të kënaqe me pranin tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Leximi i shkurtër i orës 6 marrë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 15, rreshti 3. Krishti nuk kërkoi t'i pëlqej vetvetes, por sikurse është në shkrimin e shenjtë, sharjet e atyre që të shanin ty ranë mbi mua. Largoje shikimin prej mëkateve të mia. Shlyej të gjitha fajet e mia. Të lutemi. O hyj i mëshirshëm, shndriti zemrat e bijve të tu, të shenjtëruar me pendes, dhe sikur se na dhe vullnetin të shërbejmë me zell, ashtu i mirë na i vështro lutjet tona, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.